Zhimit që e kanë bërë qeverit në vazhdimsi, po sfundi, pra po e them, një stërkeqje, një polarizim, një nxitje vetëm së fundi me forcat e njësi speciale në një rajon të tërë, një përpjekje për të ndarë shoqnin, sepse sot në vend që të fliste kjo qeveri për projekte, investime kapitale, hapje të vendeve të reja të punës, për të reja që i mbarojnë studimet e që e shohin të ardhmen e tyre në atë dheun e tyre. Pse do duhet dilshin 40.000 qytetarë çdo vit prej Kosovës, në rast se qenë ka Kosova vendi shpresës i mundësisë? Pse do të iknin kategoritë më të kualifikuara tonat? Shihni sot, unë isha në qendrën klinike universitare, rrezikojmë të mbesim pa anesteziolog, pa ndërprerje, edhe në vitet 2000, edhe në 2010, edhe në 2020 kanë shku jashtë Kosovës. Gjermane për një mundësi më të mirë, sepse nuk ja dalin me këto paga, nuk ja dalin me këto kaos. A mendoni që të gjitha qeverit do duhet të punonin që t'u krijonin këto kushte, jo vetëm kjo e fundit? Nëse diçka i kemi dhënë vendit, në mesin e shumë gjërave, që i ka lënë trashëgimi, Partia Demokratike e Kosovës është absolutisht konsolidimi i shtetit. Krijimi institucioneve të reja, rritja e pagave, rritja e mirëqenies së qytetarëve të Kosovës, zoti Korça, rritja e pagave është bërë në kohën e Hashim Thaqit, në kohën kur ministri i financave ka qenë Bedri Hamza, i njëjti kryeministër që sot shpërfill ushtarin e FSK-s, unë jo ushtar të FSK-s, të cilët detyrohen që para ditët punojnë në shërbimin ushtarak në forcën e sigurisë Kosovës e pas dite detyrohen të bëjnë punë të dytë sepse s'ja dalin me rrogat e tyre. Minatorët janë njësoj, zjarr fiksit. Unë ja u bëra një pyetje, nuk ma kthyt përgjigjen. Jo, unë po flas. Pas krejt këtyre që po i cekni, prap qytetari i Kosovës ja jep mbi 50%. Pse? Cila është arsyeja? Po e them, do ta shihni ditën e nesërme, ne do të jemi dëshmitar të votimit të nesërme. Unë po flas për zgjedhjet e kaluara, pse? Se ka pas një... Zgjedhjet e kaluara kanë kaluar, mirë, është arsye, kanë qëndru para 5 muajve dhe këto arsye. Sepse ka pasur një koordinim të bashkëdyzuar ndërmjet Albin Kurti dhe zonjës Osmani për të përcaktuar